Jemi në mesjavë, protesta vazhdon, sonde është nata e 11 në mos gaboj, nuk ka tërheqje nga asnjëra prej palëve. Kryeministri ka deklaruar që pret në mos gaboj deri në datë 12, pra nesër, apo jo pas nesër i bie 12, se nesër fillon botrori, por protestuesit nuk tërhiqen nga sheshi. Do flasim për atë që ka ndodhur duke nisur nga mbrëmja e dieshme. Deri në mesnatë ishim qytetarët në shesh në marshim në rrugët e Tiranës. Të ftuar kemi mikun e emisionit tonë, Zaqe Islami, avokat. Përshëndes dhe të falenderoj. Edhe unë të falenderit për ftesën. Avokat, si duket situata? Kishim nuk e di e keni lexuar në orët e fundit, një opinion, një analist e Eles Biberajt, sipas të cilit qytetarët janë zgjuar. Ish drejtori i Zërit të Amerikës. E di. Më në fund, sipas ti, pra ndryshe nga sa u menduam fillim që Rama ishte i pathyeshëm, tani po thyet ky miti i pathyeshmërisë, pavarësisht të 83 mandateve. Si të duket situata në një plan të përgjithshëm, avokat? Unë nuk e kam lexuar as e kam dëgjuar çfarë ka thënë Eles Biberaj. Kur ka qenë te Zëri i Amerikës deri në vitet 90 e kam dëgjuar pothuajse për natë ato me kolegët e tij që ishin atje. Por di që protesta nuk dorëzohet dhe nuk i jepet askujt, asnjë partie politike. Shikoj që aty tentojnë të dalën të marrin atë rolin paternalist, jo patronazist, paternalist të protestës. Disa kryetar partish apo ndonjë lëvizje politike që del dhe flet në emër të simpatizantëve të vet, i cili ka vetëm një antar që është ai. Ska lëvizje që është vetëm ai antar. Disa kryetar partish aty, avokat, të partive, domethënë të reja që janë krijuar ose mund të themi partive të vogla, por qytetarët deri tani i kanë mbajtur larg këta, nuk i kanë nuk i afrojnë fare, po të them nuk i lënë të flasin. Pra, po këtë pse mendoni që bëjnë këtë, avokat? Sepse ata vinë atje për të bërë fushat elektorale, për të fituar simpatizantë në emër të kauzës së madhe që është çlirimi i Shqipërisë nga falangat dhe nga kanceri komunist. Pra ju thoni, avokat, që krerët e partive të vogla dhe të reja po vinë për ta kapitalizuar protestën, për ta marrë ata në drejtimin e tyre. Po, dhe për të fituar pikë vet, nuk do ndodhë gjë e tillë. Por nëse më lejon, desha të denoncoj një fakt. Mbrëm vonë më merr dikush në telefon dhe më thotë, dikush thotë ka përmendur, ty thotë dhe Olsi Azexhin, si njerëz që s'keni punë me protestën. Keni folur aty, avokat, të protestë. Në mos gaboj 3 herë apo 2 herë. Unë kam folur vazhdimisht dhe do flas prap, po të më lënë, po nuk më lënë, unë vajta dhe 10 mira atë mikrofonin dhe nuk më lanë. Po dje kush nuk të la, avokat? Kush është atje, sepse ka një mister. Janë po ata Ardian Tepelena, apo të them unë, kush janë? Andi Tepelena, jo Ardian, më fal, pardon. Do ta korrigjosh kur ta regjistrosh. Andi Tepelena, Ilir Xhemalaj, Gent Progni, edhe një 2-3 femra tjera me të cilat nuk merrem se më interesojnë femrat. Avokat, nuk e vlen me femra. Pa dashur se nuk është se po i mbroj ata, po mua më duket sikur aty kushdo që shkon e merr mikrofonin dhe flet çfarë do. Apo gabohen? Absolutisht. Pyet kolegun tënd Guri se thot ai se sa e vërtet është kjo që mendon ti. Absolutisht është e kontrolluar, janë mbi rreth 20-30 vet atje të dërguar nga Edi Rama dhe nga partiçka të vogla, sidomos nga këta të Adriatic Lapa që nuk lejojnë njëri. Pra këta ju mendoni që e kontrollojnë protestën tani partitë e vogla, avokat? Dalin ndonjëherë aty ku e nisën? Jo, duan të kontrollojnë protestën. Dëgjoj. Ata që kanë mikrofonin dhe që kanë qendrën e zërit atje, varen dhe paguhen nga Adriatic Lapaj.
Këtë më thanë atje, se disa është e vërtet ta përgjëstroj, po nuk është kështu. Por që ta përgjëstroj, duhet të thotë se kush janë, të na thonë kush janë ata, se ata i pyet kush jeni, së përfaqësoni, Duket se janë shoqata OJF, që mbrojtjes mjedisit. Çdo që t'jena, duhet të prezantohen. Dakor, pa kam fjalën që nëse këta do ishin, se po e bëjmë si debat, avokat, bashkëbisedim. Jo, dakor, normal. Nëse këta do ishin të paguar nga Lapaj, këta do i kishin vajtur Lapaj të paktën 1/10 atyre te protesta. Lapaj ngeli vetëm atje. Por unë di që ata janë, disa nga ata kanë qenë ose janë në partinë e Lapajt. Të di. Megjithatë, të shkoj atje ku e nisa. Pra, dje më pas ka përmendur dhe më ka kritikuar një kryetari një lëvizje të quajtur Atheu, që antar ka vetëm veten. Po, nuk është se unë po dua ta mbroj zotin Osmani, po shfaqen në një frymë mbështetëse për protestën, ka një podcast. Jo, kishim natë për natë. Atëre, nga që dëgjova, se u detyrova ta dëgjoj intervistën e tij, ai ka folur në rolin e paternalistit dhe as edhe në 90% të rasteve nuk thot unë, po thot ne. Kush ne? Kush jeti që thua ne? Po, ai ka një parti politike që ka garuar në zgjedhje disa herë, apo ka? Ka garuar, por ka fituar 0 me gjufka. Megjithatë, ky person, duke më kritikuar mua dhe duke më anatemuar se pse kam folur në protestë dhe në media tuaja, që si që dini dhe si që thoni vetë ju, jam i vlerësuar dhe i respektuar nga qytetarë shqiptarë që më dëgjojnë e më shikojnë. Duhet i them shqiptarëve që me që ja përmendet ti emrin, se s'kisha në më t'ja përmendja emrin, ky njeri është nga Bosnjak të Durrësit, Shiakut. Pra nuk ka kombësi shqiptare. Është me kombësi huaj. Dhe asnjë shqiptar i lindur i rritur këtu, avokat? Jo, zotri, jo. Edhe albanitët janë lindur e rritur në Greqi, po janë albanit. Dhe albanitët janë lindur e rritur në Itali, po janë albresht, të njëmi qiptar. Mos i ngatrojmë gjërat. Zoti Osmani, mua sa më ka folur disa herë me të avokat, ka një frymë të fortë atetare. Dëgjo, atëherë s'kishe që është përballej me mua. Unë jam vit demarkacioni. Pra, po e them prap, një njeri, një shtetas shqiptar me kombësi bosnjake nuk mund të dalë të mjap mësime mua për advetarizmin dhe për mbrojtjen e vendit, edhe ta udhtim. Jam personi që kam dhënë prova gjatë gjithë jetës time dhe veçanërisht 30 vitet e fundit që nga bombardimet e NATO-s në Serbi dhe deri sot e kësaj dite. Dhe s'ka dalë në një që të më thotë i ke shërbyer ati ose këti përveç atë. Kështu që mendoj që ai zotria duhet të dalë të më kërkoj ndjes për atë që ka përmendur emrin tim, sepse nuk më afrohet gjikundi mua në drejtim të çfarë ka dhënë ai për atë dhe çfarë kam dhënë unë për atë, e çfarë po ja për ditë për ditë. Unë mendoj që duke parë së largu qëllimet janë pozitive të shumë palëve. Përfshirë këtu edhe të Osmani, edhe tuajën, edhe të tjerëve që kam folur. Të lutem, mua mos më krahaso dhe mos më bashko me asnjë tjetër. Unë kam thënë gjithmonë jam vetëm, s'kam njeri. Domethënë nuk kam simpatizant politik, kam qytetarë shqiptarë që kur shkojnë te protesta, ju parti politike nuk keni, kjo është e vërtetë. Kur shkojnë te protesta qytetarë shqiptarë, protestuesit më thonë fol avokat, fol dhe kur vetë atë që e shikojnë që mua nuk më lejojnë, nuk më japin mikrofonin ata patronazhistët që janë vendosur atje, njerëzit zgjynjehen. Megjithatë mua nuk më vjen keq për këtë punë, keq më vjen, por nuk më pëlqen puna sepse unë ato që dua të them, i them fal jush, fal respektit që keni ju ndaj meje dhe gjithë redaksit tuaja, dhe unë jam i plotësuar, nuk dua që të dalë dhe të shes më. Tani ka mira dritare komunikimi, edhe nëse atje si bukur, shumë bukur. Nuk ju lën mikrofonin. Dhe unë prap do t'i kthehem atij bosnjakut që më përmendi emrin, që
ai del dhe flet dhe bën video, siç më thanë, se kam ndjekur. Ju e keni dëgjuar këtë avokat që ju ka përmendur? Po, e kam dëgjuar vetëm me veshtemi. Se ma dërguar Keni pas takim në shesh? Asnjëherë, absolutisht asnjëherë, për kur asnjëherë. Para një 3 ditësh, 4 ditësh kur isha në protest, e përshëndeta me kokë, më përshëndeti dhe kaq. Mirë, po kam marrë urdhër dhe ai që të flas kundër meje. Pra, këtu është vjen demarkacionit. Zaçi Islamin e kam vlerësuar diaspora. E ka vlerësuar diaspora shqiptare në Greqi, në Gjermani, në Itali, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryesisht, dhe jam në rregull duke e brasmendjen, por duhet t'i them këtij zotërisë që zotëri bëju me gjak shqiptar njeri, ndroj gjakun komplet, marrë gjak shqiptar, pastaj të kritikosh mua. Dhe vazhdoj më tutje. Po, avokat, te kjo se, domethënë, ndoshta do ishte momenti tani që për një bashkim të gjithëve, përveç disa ndasive të vogla, sepse thash të herë nuk është se unë dua ta mbroj zotin Osmani, por e kam parë me flamurin shqiptar në shesh, në protest, frymën adhetare, sikur ju thash, edhe ai për kauzën për një Shqipëri të re, pra për largimin e kasës vjetër. Atëherë me që ke mua bet me të pyetje, thuaj, mund të më thuaj zotëri, thuaj, çfarë ke me Zaçi Islamin, ku ka gabuar në çështje kombëtare? Ka që thjesht. Ose nëse ai e ndjek emisionin tënd, unë sfidoj të vijë të bëj debat me mua. Në tavolinë. Unë jam buri tavolinës dhe ju këtë gjë e dini. Të vijë në tavolinë të më thotë, po zotëri ke gabuar këto, se ke këtë qëllim antikombëtar ose antishqiptar, por nuk e vendos këtë. Dhe nuk do ta bëj. Fakti që flet gjithë një ne, po tha një person, një individ ne, ai vuan nga deliri madhështisë. Ai bën qefin vetes. Ai kujton se me që ka një biznes në Amerikë dhe me që ka dhe para, mund të përgojoj dhe mund të marrë në gojë këdo. Me mua, unë jam gështënj me gjëmba zotëri, ngesem në fyt. Vazhdojmë tutje. Avokat, në bisedën e fundit që ne zhvilluam bashkë, e cila kishte për së vërtetës mjaft komente pozitive, po thuaj se të gjitha. Edhe qindra që hedhin poshtë atë zotin e lëvizjes atë dheu. Unë nuk po kuptoj këtë, avokat, tani që si ka mundësi, unë nuk po kuptoj këtë, si ka mundësi që ndoshta sheshi nuk po merr marr një drejtim, deri tani po vazhdon ajo që u nis, por si shikoni fundin, pra, nga do anoj? Do vi diaspora, po vjen diaspora, janë nisur, po të them, do vi diaspora, dhe do vinë shumë, sa që njerëzit se kanë imagjinuar ndonjëherë. Dhe natyrisht që Edi Rama dhe kjo kast politike nëpërmjet presionit që do bëjnë qindra mijëra njerëz që do vinë, se do kaloj 500.000, do vjen më shumë se 1 milion, që do vinë në Shqipëri, nga diaspora, bashkë me qytetarët brenda Shqipërisë, do detyrohet të qërohen nga pushteti të gjithë ata, dhe do shpallet qeveria teknike, që është gati qeveria teknike, që ta din. Unë ta them ty tani dhe do ta shikoni, qeveria teknike është gati. Këtë ne kemi dëgjuar edhe vjet, avokat, që u bë gati, se kishte një nëpër Tiranë që thoshte e shpalla, e bëra, ju e dini më mirë. Tani mos është histori vere kjo, avokat? Jo, nuk është histori vere, nuk ishin pjekë kur kushtet vjetë deri si vjetë. Tani njerëzit, dhe sidomos me këtë krimin që ju zbulua kësaj kaste politike që po shet gjithë trojet shqiptare dhe vlerat e Shqipërisë, atëherë u ndërgjegjësuan të gjithë ata që janë jashtë shtetit, shqiptarët jashtë shtetit, dhe do vinë dhe do t'i vënë kazmën këtij pushteti komunist. Prandaj them që do bëhet ajo që them unë. Jo që them unë, që është nisur, është formësuar dhe po përfundon dhe do kryhet shumë shpejt. Avokat, ndërkohë që ne po flasim, më shkrua një komentues, thotë avokati duket sikur i dolën fjalët, por pyete a ka mundësi që shqiptarët të bëhen bashkë të gjithë, sepse deri tani kishim atë retorikën që 2 shqiptarë të bëhen bashkë, po ndoshta ky është momenti?
duhet një ngjarje madhore që shqiptarët të ndërgjegjësohen dhe të bëhen bashkë. Dhe këtë ngjarje madhore na e dhuroi Edi Rama me komunistët e tij në pushtet që shesin Shqipërinë. Ngjarje më makabre, më të tmerrshme nuk ka. Kjo i bashkoi të gjithë shqiptarët drejt asaj që quhet tokë, atë mëm Shqipëri. Dhe kjo është arsyeja që shqiptarët tani janë ndërgjegjësuar dhe nuk bëjnë më mbrapa. Shqiptarët nuk bëjnë më mbrapa, zotëri. Ka mbaruar ajo punë, ka marrë formën e prerë. Avokat, edhe diçka më shepit e komentuesit, më shkrua një tjetër avokat, falenderoj avokatin nga ana ime për fjalët dhe pyete po SBA dhe Brukseli nga duhet të jenë. Atëherë, falenderoj atë për pyetjen. Falenderoj qytetarët shqiptarë që shkruajnë dhe ju jam shumë mirënjohës. Edhe ti bashkë me mua duhet ju jemi mirënjohës atyre. Sigurisht. Sepse tregon që janë të interesuar për fatet e vendit dhe për ku do vej Shqipëria, sepse deri tani ishte tamam në buzë greminës, fiks në buzë greminës. Që i duhet vetëm një heshtje shqiptarëve që të rrokullisin dhe të mos ngrihej më Shqipëria. Mirë po, ka Zot dhe Shqipërinë ta dinë të tërë. Shqipërinë deri sot e ka ruajtur Zoti, jo shqiptarët. Jemi të pak ne që dalëm dhe kërkojmë të ruajmë vendin. Tani, protesta që ka nisur dhe lëvizja që ka nisur do ta çojë Shqipërinë drejt zhdukjes së kësaj kaste të korruptuar, kriminale, politike që ka uzurpuar vendin nëpërmjet agjencive dhe zbulimeve të huaja dhe do vinë tek Brukseli dhe Washingtoni. Brukseli, zotëri, nuk është me ne. Ta di mirë të gjithë shqiptarët. Po ne po shkojmë të futemi aty avokat, tani na e prishem. Absolutisht, kjo është propaganda anti-shqiptarëve. Shqipëria, zotëri, do bëhet shteti 51 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ta fiksojnë mirë armiqtë e Shqipërisë. Ta fiksojnë mirë ata pederastët dhe Gonzatos me shok. Shqipëria, të lutem, e ka deklaruar vetë, të lutem. Dakor. Ishim mirë të Amerika, ishim mirë. Pra, Shqipëria do bëhet Shqipëri tamam siç është parashikuar dhe sikur se është planifikuar që në vitin 1920. Ne jemi sot shtet fal ndërhyrjes së ish presidentit amerikan që i ndrit shpirti Woodrow Wilson. Ai e shpëtoi Shqipërinë nga kthetrat e këtyre evropianëve tanë të dashur që u digjet barku për Shqipërinë, që e coptua Shqipërinë. Prandaj larg nga Evropa, shqyr që nuk futemi në Evropë, dhe nuk do futemi në Evropë, nuk diskutohet fare, se Evropa është tallur deri tani. Jo Evropa, janë tallur këta gangsterët tanë, ramët me shok komunistë e Shqipërisë, se Evropa është një bashkim sovjetik i rinuar, zotëri, që ta dinë shqiptarët. Evropa është një bashkim sovjetik i rinovuar. Avokat, përqendruar tek pyetja e komentuesit se mendoj që kishte të drejtë ajo që pyeti ai. Tani puna është që unë u lidha edhe jo më kot me Eles Biberan që e hapa në fillim se më pëlqeu kishte bërë disa vargje, një shkrim pra. Tani puna është që ju prisni që të ketë një reagim nga Shtetet e Bashkuara që thonë një pro kundër. Patjetër do vi generali. Ambasadori që vjen tani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është për mua është auguri më i mirë që ka kaluar deri sot në Shqipëri. Pra, po vjen ambasador nga Amerika, një general, zotëri, dhe generalët nuk janë Yuri Kim. Tani apo Donald Blue, jo do t'i themur me emra. Jo, thuaj po, do të kundërshtoj pak avokat se generali kur ishte në Senat që bëri prezantimin, kur e pyetën për Sazanin edhe për Zvernecin, tha unë nuk kam dieni tha për investimet e familjes së presidentit. S'ka pasur dieni, vërtet s'ka pasur dieni. Atë mori vesh mathe i vogël, ai nuk kishte dieni që këtu po zihente prej 6 muajsh. Pse do rri të ndjek kanalet shqiptare edhe portalet jo më zotëri. Ai është general, zotëri, është burr serioz, është burr shteti. Një general është burr shteti, ta dinë të tërë shqiptarët. Dhe nëse ka diplomat të mirëfillt, me të vërtet diplomat, me këmbë në tokë, janë generalit, janë usharakët. Pra, Shqipëria
ka privilegjin ndryshe nga vendet e tjera të Evropës të Ballkanit Perëndimor që ka ambasador, të tjerët s'kan ambasador, shikojini. Asnjëri nuk ka ambasador. Pra, unë e shoh plotësisht të zgjidhur problemin ton me ardhin e ambasadorit të ri Amerikan në Tiranë. E shoh zhdukjen nga skena politike të komunistëve shqiptar, e shoh vënien e Shqipërisë në rrugë të drejtë, në rrugë të prosperitetit dhe të zhvillimit, dhe do bëhet për inat të këtyre komunistëve që janë tek Internacionalja Komuniste Evropiane. Kjo është Evropa sot, Evropa e Bashkuar zotëri. Dhe edhe Evropa vetë do shpërbëhet. Do shpërbëhet sepse nuk mund të bësh një ndërtesë të re, një kalat të re komuniste në Evropë. S'bëhet. Diasporën keni dëgjuar që do vinë, ka ardhur apo janë fjalë? Do vinë dhe do vinë shumë, edhe kanë ardhur, vetëm para 3 ditë që kanë ardhur 3 avion vetëm me shqiptar nga diaspora, 3 avion. Do nga 200 veta që ka minimumi secili, i thonë 600 veta njerëz. Por do vinë shumë e më shumë. Aty në shesh, çfarë ndodh aty në shesh, avokat? Për te asaj që duket nga kamerat, nga fjalimet. Ato që shikon, dëgjoj atje pasqyrohet gjendja shumë e saktë. Ashtu janë vërtet shqiptarët, janë me shpirt. Po unë e shikoj tek qëndrimi ndaj meje, jo si person, si zaqe, po si një figurë, si një objekt, si një subjekt që përfaqëson diçka dhe transmeton diçka. Unë s'kam parti politike, por njerëzit më respektojnë, si ku ndripe edhe këtu nga emisioni jot, nga mesazhet, më respektojnë dhe falenderoj Zotin që më ka orientuar në mënyrën dhe në orientimin e në drejtimin e duhur. Dhe kjo ka ndodhur. Ndoshta ju respektojnë jo vetëm për fjalët, edhe për mesazhet sigurisht, por edhe për faktin që nuk keni një parti politike apo t'jeni pjesë e saj, sepse ata që kanë një parti apo janë pjesë e një partie gjithmonë shihen me një sy tjetër. Kurse ju shikoni si njëri i lirë në mendimet tuaja. Ndoshta mendoj që mund të jetë kjo. Jo, ke shumë mirë, vetëm partia që ka mund zotërisë Shqipëria, sa të vëvujmë, zhvendihim. Dhe që kam punuar dhe punoj për vendin tim, kjo provohet nga 10 video që keni në YouTube gjatë kohës që kam qenë në Greqi, që se dia se kisha mbështetje fare, as e kisha idenë se më mbronte dikush, unë mendoj se kishte demokraci në Greqi, fakt kishte ndodhur e kundra, po që e kam thënë një herë tjetër dhe nuk është nevojë ta përmend prapë. Pra, unë e kam treguar veten që jam advetar, zotëri, me vepra, jo me fjalë. Avokat, doja ta mbyllja tani me që ndodhet te Greqia edhe diçka të fundit. Tani ata nuk janë ndjer më. Nuk janë ndjer publikisht, vazhdojnë luftën nën tokë apo si është puna apo tani ata logjika ime më thot që ata presin fundin e Ramës, çfarë do ndodh me Ramën. Dhe ata i kanë humbur shpresat. Ndërkohë me Greqinë, po të them dhe këtë tjetër që do shkatërrohen varrezat që kanë ngritur aty, do të kthehen mbrapsht, do t'i marrin mbrapsht medaljen me Bashkimin Kombëtar Shqiptar, atyre do të kthehen mbrapsht tërë ato varre që kanë mbushur atje me kockat shqiptarëve, por që 80% e tyre janë vetëm mermer pa gjë brenda, dhe Greqia do iki me bish në shal qoftë nga këto bashkitë e jugut që ka dy bashki që ka bërë kjo qeveri komuniste në atë Dropull dhe në Piniq, dhe duan grekët domethënë e kanë humbur besimin dhe shpresën se mund të fitojnë diçka në Shqipëri. Edhe pse kanë një agjenturë super të fuqishme këtu, edhe pse kanë shumë agent që punojnë për ta. Në shesh avokat, si është kjo puna agentëve në një të dyshim? Dëgjoj, asnjë agent nuk del me tabela atë që thotë jam agent. Kam dëgjuar të di që ka shumë agent, jo serb, jo grek, jo më the iranian. Po, ka. I keni dëgjuar, besoj, nuk është se po i them unë. Jo, i kam dëgjuar edhe shikojmë që ka njerëz që rrinë me gojë mbyllur dhe vetëm janë sy e vesh, marrin informacion, pra të vinë. Agentët pra të punë janë. Pra, që kthehemi te Greku zotëri e ka marrë vesh tani që në Shqipëri nuk usmë. Ardhja e generalit amerikan do sqarojë dhe do pastrojë shumë ujëra të turbullta. Për këtë kam besim absolut unë.
Dhe të tërë thonë, inshallah nuk zgjinjem. Jo, nuk do zgjinjem, e di që nuk do zgjinjem. E di që ardhja e ambasadorit, generalit amerikan ambasador në Shqipëri, është një vlerësim maksimal që i bërë Shqipëri që ta din dhe shikuesit tuaj që na ndjekin, është një vlerësim maksimal që i bërë Shqipërisë dhe është ajo guri provës që Shqipëria do shkoj drejt zhvillimit dhe drejt zhdukjes së komunistëve nga pushteti i Shqipëri. Dhe në të ardhmen, do bëhet bashkimi kombëtar, se s'bën do bëhet bashkimi kombëtar, për inat të grekëve, të serbëve, të komunistëve shqiptar, të parlamentit shqiptar, do bëhet bashkimi kombëtar. Ka mbaruar ajo punë, ka marrë formën e prerë. Jo, avokat, kur tha që grekët presin fundin e Ramës, e duan apo e presin se ka ardhur? Jo, ata presin çfarë do bëhet, janë me vesh ngritur, me vesh hapur. Çfarë do bëhet, thonë, prandaj nuk po ndihen. Pra, se grekët janë të pa fytyrë se janë pa bes. Po e panë që humbet Rama, do fillojnë t'i vërsulin në Ramës, ai na futin në qersokak e tjera si që kanë zakon. Unë njoh se kam në një 15 vjet aty, u a di mirë se si funksionon politika e tyre jashtme. Po fitoi Rama pastaj, atëre i këm kryq edhe gjë që s'ndodh kur. Nuk do fitoj kur, as Rama, as Salihu. Do qërohen nga pushteti, do qërohen nga politika. Duket si i qetë kryeministri, avokat, këto ditë me deklaratat. Po nuk e, të lutem, mos më detyro tani se s'kam ku ti nxjerr tani ato që bën si çmendur, si debil, hau. Ato mund të jenë strategji, avokat. Strategji për ta Jo, ka humbur qetësinë, jo, nuk është e vërtetë. Ka humbur qetësinë, zotëri. Ka humbur qetësinë dhe shumë i shqetësuar. Është jashtë masë i shqetësuar. Ai nuk flë. Ta dini që nuk flë. Dhe del e kërcen edhe tallen, merr autobus me vete i çon në Vlorë, 4 autobus kishte çuar te studentët në Vlorë, merr autobus i çon në Elbasan, merr autobus i çon atë administratën kur dele flet vet atje qytetarët që avarin zotri. Shikojini fytyrat e qytetarëve që janë në përsalla. Nuk i avarin dhe ata që i ka marrë me vete dhe ata nuk e shohën dot më tani. Vetëm se s'kan shibin asaj palje huaj e shkreta shif ku çon kuleta. Bargje të famshme ato të Koljakovës. Kjo është administrata shqiptare. Avokat, më lejo që ta mbyll me një mesazh po nga qytetarët që thot avokat Zaçe vazhdoni kështu. Të falenderoj, avokat. Ta falenderoj dhe unë përmjet jush pa mbaruar, pa e mbyllur. Po, patjetër. Të falenderoj shumë zotëri dhe ju jam besën e burrit se ashtu siç kam qenë deri më sot në moshën 78 vjeç, ashtu do vdes, nuk ndryshoj më unë. Unë jam drujthat, unë nuk përkulem, unë thyhem. Avokat, faleminderit. Gjithë të mira.